Për shumë nga ne, duart janë thjesht mjet e pune, por për të tjerë jo. E dini që sa herë jemi të zemëruar ose të shqetësuar, duart skuqen, ndërsa kur jemi të trishtuar ato zverdhen? Arti ose praktika për të interpretuar karakterin e një personi ose për të parashikuar të ardhmen e tij, duke shqyrtuar linjat dhe karakteristikat e tjera të dorës, sidomos të pëllëmbës dhe të gishtave, quhet shkencë e kiromancisë, që do të thotë keir dorë dhe manteja parashikim. Pas kaq shekujsh që njeriu përpiqet të parashikojë të ardhmen e vet, duke parë ndër të tjera edhe pëllëmbën e dorës, mund të thuhet se sot kiromancia është ngritur në shkencë dhe se rezultatet e saj, kur ajo ushtrohet nga njerëz kompetent, janë të pamohueshme. Leximi vjen si peizazh i maleve, luginave dhe lumenjve që e përshkrojnë në të gjitha drejtimet dorën dhe i 3 vijave kryesore të saj. Shenjat, cilësia e ngjyrës dhe lëkurës dhe forma e gishtërinjve janë lidhja simbolike me mënyrën e jetesës. 3 vijat kryesore quhen vija e jetës, vija e kokës dhe vija e zemrës. Pra, me pak fjalë, të lexosh fatin në dorën tënde apo të dikujt tjetër, do të thotë të interpretosh formën e gishtërinjve dhe vijave të pëllëmbës. Për ata që shkruajnë në dorën e djathtë, fati është i shkruar në dorën e majtë, kurse jeta në të djathtën. Për majtoshët është e kundërta. Duar me shumë vija flasin më shumë për një shpirt fizik e praktik dhe të organizuar. Kur në dorën tuaj gjenden vija të holla dhe të bukura, tregon se jeni të mençur dhe krijues. Vija e jetës nuk tregon sa gjatë do të jetoni, por tregon për entuziazmin dhe vullnetin për ta shijuar jetën, si edhe përpjekjet për të arritur atë që doni. Vija e zemrës është barometri juaj emocional dhe tregon dashurinë jo vetëm për të dashurit tuaj, por edhe për njerëzit e tjerë. Ajo fillon në zonën poshtë gishtit të vogël dhe lëviz drejt pjesës së sipërme të dorës, duke përfunduar poshtë bazës së gishtit tregues, të mesit ose gishtit të unazës. Nëse vija juaj e zemrës është shumë e thellë, tregon se ju vazhdimisht luani rolin e paqëruesit. Një vijë e zemrës e dobët dhe e zbehtë do të thotë se ju kërkoni vëmendje të veçantë dhe ju pëlqen t'ju llastojnë. Vijat dhe shenjat e tjera të dorës duhet i mësoni me praktikë.